Ka dale hacëm se këtu ka bura. O hej, ka bura këtu gjigant. Ka bura. Mirëmbrëma, ju përshëndesin nga show Fol Shqip. Mirëmbrëma, shivet e mi, hercat e mi. Mirë zyrë gjeme dhe sonde, si çdo javë tjetër nga shtëpia më e madhe dhe më e bukur e diasporës shqiptare. Fol Shqip Show në zemër të Zvicrës për të 9 vit, për javën e dytë pas hapros në sezonin e 9, bashkë me kolegun Marash Pulaj, bashkë me stafin tim, sonde do kemi ekskluzivisht përsëri, si gjithmonë, yjen nga diaspora, njerëz të suksesshëm nga diaspora shqiptare, njerëz që na bëjnë krenar, njerëz që kanë arritur në fusha dhe në sektorët ndryshme, në institucionet e ndryshme në diasporë dhe në biznes. Mirë por, përpara se të ftojmë mësafirin e radhës, do kemi sonde një mësafir, një mik timin, një shok timin, një dashamir, dhe kur them që e kam mik e jaran, e them me plot zemër dhe me plot bindje, do ta merrni vesh pasaj, do ta keni në studio. Loçk, bro, çush je? mirë, faleminderit. Çfarë koni sen? Sen që. Alles good me dje, çfarë po kesh ti o gjigant? Çfarë po kesh? O betim, më fal, çfarë po them këtu? Se harrova. O Kevin. Vazhdojmë jo, diçka duhem t'rreguja, përpara se të flasim për partnerët tanë dhe t'i falenderojmë publikisht partnerët e shejt. Se çdo javë po. Javën e parë kemi lënë me bisedu. Tregom çfarë ishte interesant, rrezik dhe si ishte eksperjenca në Venezuelë. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë. Po. Se kum ditë është një vend që nuk ka shumë turista. Po. Edhe ajo më ka interesu sa më shumë. Me pa një vend që nuk ka hala, do më thënë, vend taman turistik, po sa më autentik, sa më real. Me pa se çish jetojnë njerëzit aty. Edhe çish ndodhi unë para do muj, tu shëtit jam konë në Portugali, njoftova do njerëz nga Venezuela, edhe jemi bo shok, më kanë thënë, nëse ki dëshirë me pa njëherë shtetin tonë, je mirë se ardhen, hajde edhe na mirë presim edhe ta kallëzojmë kretë. Në Portugali? Në Portugali kom njoftu para pak muj. Po. A nuk thanë ato shok që është rrezik apo ki kujdes? Më kanë thënë për shembull që e kanë pa me një konferencë ai presidenti i Venezuelës, për ato që se dinë që ç'ish janë situata atje pa hin detaje, e kanë presidentin e njëjtë që 13 vjet. Po. Mos me him më fort. Komunist. Është politikisht është situata e vështirë atje. Po. Edhe më kanë thënë, e ka dhënë një konferencë për media që i kanë arrestu disa shqiptarë në Venezuela, edhe po thotë... Dhe është rrezik mafja shqiptare për shtetin tonë. Po. Konë shqiptarë në Venezuela në këtë kohë momentalisht është rrezik. Tani shok që të ftun prej Portugalie me ardhë në Venezuelë, e ditën që është shqiptar apo nuk e ditë? E kanë ditë, po më kanë thënë, hajde me pasaportin zvicran, edhe nëse të pyet policia, ti je zvicran. E nëse të pyesin në rrugë në kaje, ti je shqiptar. Pse të kanë thonë kështu? Policisë mi thonë jam zvicran e njerëzve thjesht mi thonë jam shqiptar. Njeri thjesht, ndoshta beson, menon që je i pasën edhe mund me të ndodhë diçka rrugëve, sepse Zvicra nifet si shteti i pasën në botë. Pra, domethënë mi thonë shqiptar jam i varfër, s'kam sa më shpirt, vëllai jam sigur ju edhe unë. Ashtu. Pa ka shumë më tregu që jam sigur ju mos më prekni, se mi thonë jam zvicran kanë menduar që ke. E mi u thonë policëve, atëherë kujtojnë që je i mafijës shqiptare edhe bon vakit çesim problem. E kështu unë kur kum shku tani kur i kom hyp aeroplanit, kum pas se cilin aeroplan nuk kanë i Venezuelës, edhe 2 huj i kum pa tjerë, si une. Ato 2 hujt punojnë për ambasadën e Francës në Venezuela. Do më thonë, une i vetmi turist jam konë në kretë aeroplanin, edhe mu dok vetja pak si ku jam të shku, që jam të bo këtu. Po gjigant tash në aeroplan, imagino kontrollën teknike të aeroplanve e bën Venezuela. Si ke pas besim edhe në aeroplan me hyp se kuptoj. Hajde mo. Kur këm ri në aeroport, ajo konë nashta momenti ma i rrezikshëm, sepse më kanë marrë në pyetje, një 20 minuta. Policia. Kush je, prej ka je, që e do bo? Edhe jo veç shqiptar më konë, që mund më konë pak problem, po edhe gazetar më konë, ose dikush që punon me media. Ti i ke heq për Instagramit, gjitha dalit tua publike? Instagramin, biografinë e kum ndru atje ku shkruan që jam moderatori i emisionit, në për këtë rrjete sociale i kum bu privat, mos me mujt me hulum tu me pas se kush jam. Imagino me pas shkruajt në Google emrin tënd për shemb. Atëherë, bon vaki kisha pas problem. A e kupton që ke rreziku pak? Kom rreziku pak. Okej, cilat kanë qenë tjerat përgatitje tjera, për shembull, orën me vete se ke marrë gjona kështu? Orë, sens kom marrë me vete. Problemi është edhe në Venezuela, nuk mundesh si i huj me nxerr pare prej bankës, sepse është shumë shteti i sankcionuar. Domethënë jam koni detyruar me marr cash me vete. Po
është rrezik me Sa hec. parë morë dhe sa harxove në Venezuelë, bro? Kum harxhu shumë se A është jeta lirë apo në përgjithësi ma shtrajt se sa kum kujtu une, sepse nifet si shteti jo i pasën, edhe kujtova që çmime kanë më konë shumë tirë, po sa kohë nejte? 2 javë kum najt. Sa harxove për 2 javë? Atje për atje me hotele me sane bon vakinja 2000 2.000 për 2 javë. $2,000, se e akceptojnë edhe dolarin. Okej. Atje. Tani plus aeroplani e san, edhe përgatitjet për më shku deri atje jam konë të kum pas nevojë mi marrë do vakcina, sepse ka aty smundje tropikale që nuk Pra i ki marrë vakcinat për me shku në Venezuelë. Kum marrë një 3-4 vakcina veç për mujt më shku atje më koni Ku i morë vakcinat në Zvicër? Është ekstra është një domethënë një klinik që janë specializuar për njerëz që udhtojnë nëpër vende tropike. Ti ke shku komplet vetëm. Komplet vetëm kum shku veç që kum ditë që kanë më prit atje në Venezuela. Shoqënia që i gjete. Ato njerëz që kum njoftu para 3 muaj. Okej, në përgjithësi shteti si shteti tash po njihet më çfarë shteti i sankcionuar prej problemeve të tyre politike të brendshme. Si njerëz, çfarë njerëzish janë Venezuela si? Kanë janë shumë për shtypje. Unë gjithmonë jam kon krenar edhe kum besu që mikpritja e shqiptarëve është numër nishi në botë. Që i presim na mysafirët edhe të huajt sidomos, kum kujtu se si shqiptar sa shkërkush. Veç kur jam kon atje kum pas mikpritja fenomenale. Më kanë ftu në për fest ditëlindjes, në për banesa, në për shtëpi, edhe janë gëzu shumë që njani i huaj pati guxim me shku me pa atë shtet, edhe pse qeverit këshillojnë mos me shku atje, edhe pse mediat tregojnë shumë sa në të këqija për atë shtet. Pra, Zvicra nuk ta rekomandon vizitën në Venezuelë. Shkon me 4 shkallë, edhe qeveria Zvicrës thot 4 prej 4 mos shko. Mos shko në Venezuelë. Vetëm nëse marrë oshi që të shko. Vetëm nëse ki nevojë patjetër për një arsye, edhe për shembull unë para se më shku e kum informu ambasadën në krye qytet të Venezuelës. Ja kum çuar në email edhe kum thënë po vjen në Zvicran me shëtit këtë shtet, veç ta dini ju se më po mendoj diçka. Ma kanë çuar në email, faleminderit shumë. E kemi shënu që vjen në Zvicran. Na të këshillojmë me lexu çto këshilla, edhe i kum lexu ato 6 faqe. Po. Kanë armë. Kimu arrestu. Çka s'ka, prit termet, tsunami, kret, do më thënë 6 faqe se çka mund më ndodh të senet këshia ati në Venezuela. I lexova edhe pata pak emocione në atë moment, e tani fjalia e fundit një majlu kanë, shpresojmë që ki më kalu mirë. Do më thënë i lexova. Shpresojmë. Inshallah kthehesh nosh. Po, veç qysh më kanë prit tani atje njerëzit edhe çfarë bukurie prej vendeve më të mirë që i kum pa deri tash. Ashtu ë? Plazhet e bardhë në Karaibe, të paprekën. Po jetën si e boshin ata Venezuela si në përgjithësi? Ata njerëz unë që e kom njoftu ajo, ata janë pak, domethënë, me një klasë më të lartë, janë shumica prej aty janë doktor. Edhe kanë gjendjen pak më mirë ata atje, po e kum pa që ka edhe varfëri. Okej, ata grupi që të kanë prit, sa vete kanë prit ty? Janë konë 3 persona, po tani janë bo shumë. Jemi bo shumë. Ata ti dalloje domethënë që je i huaj mes tyre. Njani para se më shku atje më ka thënë, ti mundesh mu konë edhe si i Venezuelës se nuk kemi edhe domethënë tipik të bardhë evropian këtu. Edhe më ka dhënë pak motivim. Nuk më shojnë në rrugë që nuk jam i atje. E kur kum rri atje, kum fol me një tjetër e kum thënë, a beson që nashta nuk e shojnë me një herë që jam i huaj, a më ka pa, më ka këshyrë dhe më ka thënë, jam me një herë. E shoj, domethënë mujna me pa që si je i Venezuelës. Po njerëzit përderisa ka shumë propaganda apo si diun për të mos shkuar. Po. Njerëzit sipas teje nuk janë dashur mikpritës edhe shumë. Edhe për shembull tjera këshilla janë kanë natën mos gabo me dal. Mos gabo, ti ke dalë çdo natë. Na kemi dalë në për bar, domethënë ne kemi pa këtë qytetin, jemi kënaq. Edhe në asnjë moment nuk më ka dok vetja si rrezikum. Në tjera vende që jam kanë në botë, si për shembull në Amerikë, në Kaliforni, atje shumë rrezik më ka dok vetja, rrugëve. Në Venezuela normal nuk më kanë çuar për ato vende që janë shumë të rrezikshëm. Po në përgjithësi mirë e kum një vetin sigurt, edhe jam kanë në për do vende që është sigurt një vend pa sigurt. Po, edhe çka më ka bëu për shtypje diçka tjetër, është sa
mirë e kanë mirë mbajt qytetin, krye qytetin sidomos. Do më thënë mbeturina rrugëve sa në s'kum pa hiç. Kjo më ka pëlqy se unë na e dim që është situata në Kosovë, në Shqipëni për këtë punën e mbeturinave që i lajnë nëpër vende publike. Në këtë mënyrë atje ma mirë majnë shtetin e vetë, sipas mendimit tem. Edhe jam kanë nëpër do vende jo vetëm nëpër plazha, nëpër qytetet mëdha, gati gjysën e këtë shtetit kemi shëtit, po edhe një vend që më ka pëlqyer shumë, kemi shkuar midis xhungles. Domethënë për memëri atje as nuk ka rrugë që çojnë atje, nuk ka qytet, po vetëm një popull indigjen që para 2 gjenerata nuk kanë pas domethënë shtëpia të ndërtuara me guri, po janë kanë tamam populli indigjen në xhungël që kanë jetuar në Amazon. Edhe për me mri atje, kemi hypë aeroplanit në kryeqytetin e Venezuelës, kemi udhëtuar një orë gjys veç drejt natyrës, pa civilizim, pa kur gjë, veç natyrë dhe mal. Edhe jemi kon tani atje dikun telefoni për shembull rjet s'ka pas, kanë 5 ditë jemi kon vetëm aty edhe kemi pa do vende bukurie natyrore që janë për vendeve më të mirë në botë, besoj unë. Janë jo veç xhungël, natyrë, shumë jetë edhe që thë gjallëni, po janë edhe do male bjeshk që është. Për ato që intereson shumë, mundi me shtyp në Google quhet Tepuy, male që prej tokës është sikur 1 kilometër në hava shkon. Jo sikur malet e Zvicrës, po diçka shumë e veçantë, duhet me pa vetë, sa shumë vështirë me përshkru. Interesant. Edhe ujvari më i lartë në botë është atje. Edhe kemi udhëtu 5 orë kemi hecë nëpër xhungël, domethënë me ato mickojat që i kanë ty çfarë smundje që mund me dhanë, malaria për shembull. Jam kurioztar me ditë policia kur të ndarej, çat pyetje, çfarë ishin pyetjet kryesore? Kemi pas fat në krejt shtetin kur udhton me kerr, shpesh herë të ndodh që mrish nëpër checkpoint, që janë policia i kontrollon njerëzit ka jeni të shku. Edhe me pas fat nuk të nalin me të marrën pyetje. Po ka mundësi që të nalin veç rastësisht me të marrën pyetje kush jetë ka jetu shku. E tani më kanë thënë ata ka mundësi që të lypin parë ose të bëjnë problem, po na kemi pas fat çdo herë që jemi kanë me një checkpoint, ato që janë kanë me mua në kerr kanë bu këshëm janë të bu mohabet me mua edhe triki aty në kanë për mos mu nal. Domethënë kemi hec ka dalë kanë ul dritarën edhe s'ja kanë vënë menën policit po më kanë bu mohabet. Pyetja fundit, a do më shku më me vizitu, do më rreziku prap? Nëse inshallah s'ka mërzit jeta gjigant. Besoj që po, kisha pas shumë qef me shku apet, sepse prej vendeve më të mirë që e kum pa në jetën time. Gjigant, unë kur të mushet menja me shku në Venezuelë, e di i tren që aty për para është, edhe s'kam nevojë me shku atje që më harxhu parë. Veç për një ma, po du... Trenja që aty për para i dalë për para. Edhe një sen du me thonë, veç seni fundit, mediat shkrujnë shumë sene negative. Nashta edhe mediat këtu kanë shkru sene negative për Shqipni, në për Kosovën e njerëz të huj që shkojnë atje. Nuk duhet më bazu realisht. Nuk është ashtu që shtojnë mediat, është shumicën e kohës është shumë e teprume, edhe sidomos njerëzit atje janë shumë njerëzit e mirë, mik pric, edhe besoj që është një vend që mundet më shëtit. A ka shumë shqiptar atje, Marash? A mujtë me hullum tu? Edhe kjo a diçka interesant. Jam njoftu me dikan atje, edhe ai më ka thënë që ai janë një vetmin shqiptar që jeton në Venezuela, se babgjyshi ati ka shku në Venezuela si migrant para shumë kohë, edhe ai më ka thënë, unë jam i sigur që kjo është vetmja familje shqiptare në këtë Venezuelen, edhe ai u kon shoku shumë i ngushtë ati, edhe bonë muhabet, në fakt atë shqiptarin vetë nuk e kam njoftu, po ta jemi lidh tash me WhatsApp edhe po bojmë muhabet. Emrin e ka Stavros, përshëndes të vetmin shqiptar në Venezuela. E takove? Tash nëpër mes WhatsAppit kemi bu pak muhabet. Me origjinë babgjyshin e ka pas nga Korça. Jeton në Venezuelë, edhe pak e din hala Shqipën, prindërit e ati edhe gjyshërit e din hala. Po nga cili shqiptar kishte frikë kryeministri i Venezuelës valla që po ato janë aty s'pas ka shumë shqiptar. Besoj shqiptar që tash kohëve të fundit shkojnë aty. Shkojnë, bojnë biznese të ndryshme. Gjigant na ta rrotullojmë shtetin kur të kapim. Na shqiptar kur shumë më mirë Venezuela për vendeve më të mirë që e kum shëtit. Bravo. Edhe mos ju besoni mediave çdo sa. Bukur. Edhe unë them mos ju besoni media ose mediat shkruajnë vetëm zi për klikime për gjona, si shkruajnë për vendet tona, për Kosovën, për Shqipërinë. Çfarë shkruajnë, po realisht më mirë se sa në Kosovën, në Shqipëri s'ka lënë kërkun botë.
Kompleks Anesi, ku je? Marash? Falenderojmë gjermanisht. Vielen Dank Komplex Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank Komplex Anesi. Në numrin e telefonit që del pas ti mesazhi, apo anash tash që nxjerr diamanti, të Kompleks Anesit, mundeni me porosit villën tuaj në Gjilan. Në Kompleksin Anesi, në Makresh, është një fshat më i mirë s'ka. Me të gjitha kushtet, me infrastrukturë, me drita, me ujë, me internet. Çemër sa herë fuli me ta janë në zemra, më del tu direkt. Kompleks Anesi, shumë faleminderit që me Folk Ship Show, 271 metër katror banim vill me bazen, me pomë termike, me ula dhe verë dhe dimën. Danke vielmals, Dentfix. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Feimaliti. Von Vorsorge bis ästhetische Zahnmedizin, Dentfix sorgt für ihr gesundes, strahlendes Lächeln. Dok, sa u përmen emër jot, këtu po fillojnë të qesh gjithë të thonë më i miri, po thonë, dhe i kam disa njerëz të përpara, e kështu që Dentfix është shtëpia e duhur për të cilur buzëqeshjen dhe për të rregulluar dhëmbët në të gjitha format më të mira. Realisht kam edhe guçajn më, i kam në makinë më, më kanë dhënë guçajn më, disa guçana i kam me shku në kam më dhënë kretëve guçajn për me shku te Dentfix. I kam në kerr, më ka dhënë shumë Dentfix, më dhënë njerëzve që duan, më dhënë, jo gjithëve, po aty që duan. Kështu që Dentfixin mos ndroni për një buzëqeshje të mirë. Shumë faleminderit Dentfix. Mirë po, do dalim përsëri te familja Dentfixit. Është ta themi gjermanisht Marash? Vielen Dank, Care Hair and Fix. Mit modernsten Methoden bietet Care Hair and Fix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Ju që keni dëshirë për të mbjellur flokët pa efekt anësor, pa dhimbje, vetëm në Care and Hair, tek familja e madhe Dentfix, mjekët më të mirë të Stambollit me teknologjinë më të avancuar që ekziston, që e posedon vetëm Care and Hair në Prishtinë. Vielen Dank, shumë faleminderit Care and Hair und Dentfix. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Fluturoni pa turbulenca nga Zyrich, nga Baseli, nga Gjeneva për Prishtinë dhe nasjetës nga Prishtina në Basel, në Gjenevë, në Zyrich, çdo ditë e javës me Pristina Ticket, me GP Aviation dhe në gjithë Europën me Pristina Ticket. Mundësisht inkluzive. Keni edhe zgjedhjen e karrikës tuaj, nëse do në vendin e parë apo dytë apo tretë, ku diun, luksin e aeroplanit e moshni plot me kufera, pa turbulenca, mirë, bukur, sigurt. Faleminderit. Mësojmë pak shqip. Po, mësojmë shqip ndërkohë që miku im bëhet gati për të ardhur në studio. Atëherë, nga bashkëpunimi i ngushtë, i mirë, që e kemi Mëso Shqip me Fol Shqip, Autoriteti Media Audiovizive në Shqipëri me kryetaren Zonja Armela Krasniqi na jep mundësinë që t'i zëvendësojmë sot fjalët e huaja me ato të mundshme në gjuhën shqipe. Atëherë, shprehjet e huaja që përdoren në radio televizione të ndryshme janë këto të huaja. Relacion. Pra nëse përdoret një shprehje relacion, media nuk është shqip. Mund të zëvendësohet me atë shqip raport apo marrëdhënie. Marrëdhënie është një fjalë. Marrëdhënie është shumë e mirë. Më mirë. Kontekst, nëse shikojmë këtë kontekst apo në këtë kontekst apo siç përdoret shumë media, duhet hiqet, nuk është e jona, nuk është e shqip. Shqip e kemi në këtë rrethan. Pra rrethan është tamam fjala e kontekstit që e zëvendëson. Rrethan është shqip. A ke parasysh kur një biznes gjeneron ka shumë të ardhur, fjala gjeneron duhet hiqet, nuk është shqip. E përdori unë ka herë. E përdor edhe ti, marrësh gjeneron, por nuk pra përfiton, e kanë haru një i aty. Përfiton ose po prodhon apo përfiton. Pra zëvendësohet me atë gjeneron, që është e huaj. Relativizoj.
do më thonë është e huaj që duhet bje poshtë, nuk duhet përdorë të dashur në zënës, relativizoj, bëjmë edhe zëvendësojmë me lehtësoj, apo zbus. Lehtësoj. Involvoj, pra u involvohem, po involvohemi, duhet të bjerë poshtë, sepse është shprehje huaj, Marash. Edhe vrejet që diqysh nuk përshtatet Involvoj, nuk e. Hajde, Marash, me çfarë mund ta zëvendësojmë involvimin? Me përfshi. Përfshi. A ka më mirë se sa u përfshim, apo po përfshihemi, apo përfshihen. Opsion. Opsion e përdori shumë, realisht e përdor edhe unë që nuk duhet me përdori dashur në zënës, duhet me mësu shumë apo të kallëzoj. Ta dish. Opsion zëvendësohet me mundësi apo zgjedhje. Më mirë. Është më mirë shqip se sa shprehjet huaja. Intervent. Ose intervencion. Intervent është shprehje huaj, nuk është e jona. Interventi apo intervenimi zëvendësohet me ndërhyrje. Ndërhyrje është shqip. Faleminderit për kontributin që ja bën gjuhës shqipe, Autoriteti i Mediave Audiovizive në Shqipëri, bashkëpunim me Folship Show. Bukuri natyrore, ajri pastër e qetësi absolute. Kjo është jeta që ofron kompleksi Anesi në zemër të Artanës. Vetëm 40 minuta nga Prishtina dhe 10 minuta nga Gjilani. Larg zhurmës së qytetit dhe afër natyrës që frymon. Çdo vit një kryevepër. Dizajn unik, 250 metra katror banim me leje ndërtimore dhe plan urbanistik. 2 kate, terasa panoramike, pishin private dhe shumë çka tjetër. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.